shikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 4 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1615. Rrethimi I Osakës, forcat të udhëhequra nga Tokugawa Ieyasu e marrin kështjellën e Osakës në Japoni. 1783. Vëllezërit mongolfier paraqisin publikisht montgolfieren balonën e tyre me ajër. 1794. Trupat britanike pushtojnë Port au Prince në Haiti. 1859. Në betejën e Magentës, trupat franceze nën komandën e Louis Napoleonit mundin trupat austriake. 1912. Massachusetts bëhet shteti I parë I SBA-ve që vendos pagën minimale për punëtorët. Lindje 1738. Lindi George III, mbreti I Britanisë së Madhe. 1816. Lindi Adele Muzzarelli, këngëtare italiane. 1881. Lindi Natalia Koncharova, piktore ruse. 1908. Lindi Jan Zdeněk Bartos, kompozitor ček. 1931. Lindi Antun Virdojak, aktor dhe producent kroat. 1937. Lindi Zini Haskaj, historian shqiptar. 1947. Lindi Viktor Klima, politikan austriak. 1955. Lindi Val McDermid, romancier skocez. Vdekje 1798. Vdik Giacomo Casanova, aventurier, fisnik dhe shkrimtar italian. 1941. Vdik Wilhelm II, mbreti I Prusisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Aleksandër Mojsiut, I cili është një aktor austriak me origjinë shqiptare. Aleksandër Mojsiu ka lindur më 2 prill të vitit 1879 në Trieste dhe ka ndëruar jetë në 23 mars të vitit 1935 në Vjenë. Mojsiu lindi në Trieste, Itali. I ati ishte shqiptar nga Kavaja dhe ëma ishte arbëreshe. Në moshën 19 vjeçare shkon në Vjenë, ku mendimën e Josef Kainz ju përkushtua aktrimit. Në vitin 1898 e nisi karrierën e tij si kompars, aktor që luan rol të vogël. Pastaj vijuan angazhimet në teatr në Prag dhe Berlin. Në Berlin, Aleksandër Mojsiu pranua në seminarin e Max Reinhardt, me të cilën shkoi në turne në Petersburg. Ati u dallua për rolin e Edipit. Pas këtij suksesi, ai u angazhua në shumë vende të Europës dhe Amerikës Veriore. Fusha e veprimit të Mojsiut po mblidhte të gjithë spektrin e literaturës evropiane të teatrit, duke filluar që nga tragjedia antike greke e deri te koha moderne. Shumë të njohura u bën interpretimet e tij të Hamletit, të Edipit, të Jederman dhe Fedeja në veprën e Leon Tolstoit, ku fama e gjallë. Në vitin 1920 ishte I pari që në lojrat festive të Salzburgut luajti rolin kryesor. Mojsiu vlerësohej shumë nga publiku I tij për shkak të zërit të bukur, si dhe për angazhimin e tij emocional. Ai llogaritej sidomos në vitet e para të fillimit të luftës së parë botërore, si një nga aktorët më të mëdhenj në hapësirën gjermanfolse. Në periudhën mes 2 luftrave ishte shumë kohë pak në turne. Në Berlin aktronte në këtë kohë vetëm si mysafir. Stili I tij aktrimit llogaritej këtu si vjetruar dhe nuk mund të mate me zhvillime teatrore. Prej vitit 1910 e deri në vitin 1935 mori pjesë në 10 produksione të filmave. 8 prej tyre ishin filma pa zë. Në vitin 1935, pa kohë para vdekjes së tij, Mojsiu kërkoi shtetësinë e Shqipërisë si dhe atë të Italisë.
Shqipëria e refuzoi këtë kërkesë, kurse Italia e dha shtetësinë Mojsiut, kur ai ishte i shtrirë në shtratin e vdekjes. Ndërkohë qëndroi jetë në 23 mars të vitit 1935 në Vjenë. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të pjeprit kasaba. Pjepri kasaba është i vogël në madhësi të mesme, mesatarisht 3 deri në 8 kg dhe gjendet në forma të ndryshme. Ndonjëherë duken të rrumbullakta, por mund t'i gjejmë dhe në formë ovale. Ata janë pjeprat me formë më të pazakontë dhe me ngjyra të ndezura që rriten në ardhit pasuese dhe janë një lloj pjepri dimëror që kërkon të paktën 100 ditë pa ngrica për të arritur pjekurinë e tij. Pjepri kasaba është një burim i mirë i vitaminës C për të forcuar sistemin imunitar. Vitaminës B6, e cila ndihmon në ruajtjen e niveleve të aminoacideve në qarkullimin e gjakut dhe folatit për zhvillimin e qelizave të kuqe të gjakut. Pjepri siguron gjithashtu kalium për të balancuar nivelet e lëngjeve brenda trupit, fibra për të stimuluar traktin tretës, magnez i cili rregullon funksionet nervore dhe të muskujve dhe përmban sasi të ulët të kalciumit. Pacientët diabetik, të cilët supozohen të kenë një dietë me energji të ulët dhe me sheqer të ulët, shpesh ankohen për urinë, pasi nuk mund të arrijnë që në dietat e tyre kryesore të kenë të gjitha ushqimet. Kështu, pjeprat kasaba mund të jenë një suplement i mirë për ta. Pavarësisht se është i ëmbël në shije, ai do t'jap shumë pak kalori, pasi 99% e peshës së saj totale bëhet nga uji. Është një burim i mirë i vitaminës C. Vitamina C është një vitaminë thelbësore, që do të thotë se nuk mund të prodhohet nga trupi i njeriut. Pjepri kasaba është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, e cila është një antioksidant i fuqishëm që forcon sistemin imunitar, shmang ftohjet dhe gripin. Antioksidantët punojnë për të mbrojtur qelizat nga molekulat e dëmshme të quajtura radikalet e lira. Burimi mirë i kaliumit. Të rriturit duhet të marrin rreth 4700 mg kalium në ditë për një shëndet optimal. Kaliumi ka një rëndësi mjaft të madhe sepse është një elektrolit thelbësor që ndihmon trupin tuaj të stabilizojë presionin e gjakut, mbështet forcën e kockave dhe forcën e muskujve, mban nervat tuaja të funksionojnë në mënyrë optimale dhe është jetik për shëndetin e zemrës. Gjithashtu, mban veshkat, trurin dhe organet të tjera vitale të trupit tuaj në gjendje të mirë pune. Shëndeti juaj kardiovaskular do të përfitojë shumë nga konsumimi i këtij pjepri, pasi do të ketë një shtesë re në dietën tuaj, falë sasive të larta të kaliumit dhe të vitaminës C të këtij fruti. Kjo e fundit mund të reduktojë kolesterolin e keq dhe trigliceridet në gjak, të dy faktorë rreziku për sëmundjet e zemrës. I mirë për humbje peshe. Në përgjithësi, diabetikët dhe ata që janë në rrezik për zhvillimin e diabetit duhet të shmangin sheqerin, pasi ai shkakton rritje të niveleve të sheqerit në gjak. Megjithatë, Shoqata Amerikane e Diabetit këshillon diabetikët që të shtojnë fruta në pjatat e tyre, pasi ato janë plot me lëndë ushqyese dhe fibra, ashtu si perimet. Meqense pjepri përmban karbohidrate, ato duhet të llogariten në planin tuaj të ushqimit ditor. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar.
në territorin e Kosovës. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita